kur njeriu do të rehatohet. A ka dikush në dunja i cili mund të ndalë pleqrin? A di kur është pikëllimi më i madh? A di kur është pikëllimi i vërtet? Ju do të jeni të gjallë për gjithmonë, nuk do të vdisni asnjëherë. O banor të xhenetit, a ju mungon ndonjë gjë? Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, sado që njeriu t'i ketë kushtet e mira në këtë dunja, sado që të ketë shëndet, të ketë pasuri, të ketë familje, të ketë fëmijë, të ketë të mira dhe të mira nga gjitha anët e kësaj dunjaje, megjithatë ai në jetën e tij do të kaplohet nga sprovat e ndryshme, nga dhimbjet e ndryshme, nga telashet e ndryshme. Atë do ta kaplon pikëllimi, mërzia, do t'i prishet disponimi, do t'i prishet lumturia, do t'a shijon idhtin e kësaj dunjaje, do të ndjenë dhimbje dhe do të ketë lot. Por çfarë arsye? Por arsye se kështu është realiteti i kësaj dunjaje, i vetmi vend në të cilin nuk ka pikëllim, në të cilin nuk ka mërzi, në të cilin nuk ka lodhje, në të cilin nuk ka lot, është xheneti Allahut Azza wa Jall. Vetëm në xhennet nuk ka sprova, vetëm në xhennet nuk ka pikëllim, vetëm në xhennet nuk ka lot. Por ndryshe në jetën e kësaj dunjaje njeriu do t'i shijon të gjitha. I than Imam Ahmedit rahimahullah: o imam, kur njeriu do të rehatohet për çdo ditë, për çdo natë, në çdo javë, në çdo vit, kalon njeriu kohë pas kohë dhe përballet me sprova të ndryshme. Kur njeriu do të bëhet rahat? Tha Imam Ahmedi, njeriu do të bëhet rahat në momentin që futet këmba e tij në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Në atë moment në dunja mund të bëhesh rahat, mirë po është një rehati e përkohshme, rehatia e vërtet. Rehatia e plot është vetëm në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Andaj banorët e xhenetit në momentin që do të hyjnë në xhenet, do ta shohin mirësinë e Allahut, shpërblimin e Allahut, të mirat e xhenetit. Atëherë do t'i thonë disa fjalë. Tha Allahu Azza wa Jall: wa qalu alhamdulillah. Banorët e xhenetit do të hyjnë në xhenet, përfundoi çdo gjë, përfunduan sprovat,
përfunduan dhimbjet, përfundoi pikëllimi në këto momente ku të mirat janë nga gjitha anët. Elhamdulillah, tha Allahu azza wa jall, wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan. Falënderimi të kanë Allahu, elhamdulillah që Allahu azza wa jall na e largoi pikëllimin. Kemi qenë të pikëlluar në dunja, pikëllimi përfundoi kur? Në momenti që këmbë e besimtarit futet në xhenetin e Allahut azza wa jall. E pastaj besimtarët, e pastaj xhenetlit përgëzohen me 4 përgëzime, të cilat nuk gjenden në dunja. Në dunja mos i kërko këto 4, këto gjenden vetëm në xhenetin e Allahut azza wa jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thërret një thirrës banorët e xhenetit me gjitha të mirat e xhenetit, me gjitha kënaqësitë, me gjitha shpërblimet. Dëgjohet një thirrje dhe përgëzohen me 4 përgëzime. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'ju thuhet atyre: inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Ju tash në xhenet do t'jeni të shëndosh, nuk do të sëmureni asnjëherë. A ka njeri në dunja i cili nuk sëmuret, qoftë i ri apo i vjetër, qoftë mashkull apo femër, qoftë i varfër apo i pasur, qoftë i thjesht apo qoftë edhe mbret? A ka dikush në dunja i cili nuk sëmuret? Nuk ekziston një njeri i tillë. Por çfarë arsye? Nga se në dunja ka sëmundje, vetëm në xhenetin e Allahut azza wa jall njerëzit do të jenë të shëndosh, nuk do të sëmuren asnjëherë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të përgëzohen gjithashtu, do t'ju thuhet atyre: inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Ju do të jeni të ri në xhenet, nuk do të plakeni asnjëherë. A ka dikush në dunja i cili mund të ndal pleqrin, mund të ndal vitet, të qëndron i ri çdo herë? Edhe ti ke qenë 20 vjeçar, edhe ti ke qenë 30 vjeçar, edhe ti ke qenë ai punëtori i madh, edhe ti ke qenë ai i fuqishmi, ai aktivi, mirë po me vitet, me kohën ti, sot je 50 vjeçar, 70 vjeçar, edhe ma shumë. Për çfarë arsye? Nga se je në dunja, në xhenetin e Allahut azza wa jall, do të jeni të ri, nuk do të plakeni asnjëherë. Përgëzimi i tretë: wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Ju do të jeni të gjallë përgjithmonë, nuk do të vdisni asnjëherë. Subhanallah, a jemi në dunja po, a kemi rast e vdekje po, ja edhe sot në xhuma kemi rast vdekje, dhe vazhdimisht në familje tona kemi rast vdekje, në shoqërinë tonë kemi rast vdekje. Vjen momenti që edhe ne të vdesim. Në dunja ka vdekje, në ahiret, në xhenetin e Allahut azza wa jall, fala tamutu abada. Ju në xhenet nuk do të vdisni asnjëherë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër tha: do ta sjellin me lajket vdekjen në formën e një dashi në mes të xhenetit dhe në mes të xhehenemit, dhe do të thërasin: ja ahlal janna, o banor të xhenetit. Do të ngriten banorët e xhenetit të shohin për çfarë arsye po thirren: o banor të xhenetit, a e njihni këtë? Do të thonë: po, kjo është vdekja. O banor të xhehenemit, a e njihni këtë? Po, kjo është vdekja. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë vdekja do të theret. Do t'ju thonë me lajket: ja ahlal janna khuludun fala maut. O banor të xhenetit, për gjithmonë nuk ka vdekje. Ja ahlan nar khuludun fala maut. O banor të xhehenemit,
përgjithmonë, nuk ka vdekje. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi një ajet ku Allahu azza wa jall thot: "Wa anzirhum yawm al-hasra." Tërhiqja urrëtitjen atyre për ditën e pikëllimit. A di kur është pikëllimi më i madh? A di kur është pikëllimi i vërtet? A di kur është pikëllimi real? Kur njerëzit do të përfundojnë në xhehenem përgjithmonë, wa qudiya al-amr, dhe u kry çdo gjë. Subhanallah. Wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amr. Tërhiqja urrëtitjen atyre për ditën e pikëllimit, ku përfundon çdo gjë. Banorët e xhennetit në xhennet, banorët e xhehenemit në xhehenem. Wa hum fi ghafla. Mirë po njerëzit janë në gaflet. Tërhiqja urrëtitjen në dunja para se të vjen ky moment. Me gjithë se shumica e njerëzve janë në gaflet. Wa hum la yu'minun. Dhe sa prej njerëzve nuk e besojnë një gjë të tillë. Banorët e xhennetit: inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Ju do të jeni në xhennet përgjithmonë, nuk do të vdisni asnjëherë. Mirë po njeriu, edhe mi pas gjitha të mirat, ka shëndet, ka pasuri, ka familje, do të jeton përgjithmonë, nuk do të plaket asnjëherë. Megjithatë, ka mundësi të mërzitet, ka mundësi të pikëllohet, ka mundësi të dëshpërohet. Për gëzimi i katërt, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'ju thuhet atyre: wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Ju do të jeni të lumtur përgjithmonë, nuk do të pikëlloheni asnjëherë. Kjo është lumturia e vërtet. Lumturia në xhenetin e Allahut azza wa jall, në të cilin nuk ka pikëllim. Gjitha të mirat e xhenetit do t'i shijojnë xhenetlit, gjitha kënaqësitë, gjitha shpërblimet, derisa do t'ju vjen një thirrje ku do t'ju thuhet atyre: o banor të xhenetit, a ju mungon ndonjë gjë? O banor të xhenetit, a keni nevojë për ndonjë gjë? Do thonë: jo ja Rab, a nuk na shpëtove nga zjarri i xhehenemit? Elhamdulillah. A nuk na fute në xhenet me gjitha këto të mira? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: fa yakshifu al-hijab. Atëherë Allahu do ta largon perden dhe njerëzit do ta shohin fytyrën e Allahut azza wa jall. Kjo është kënaqësia më e madhe për gjithë banorët e xhenetit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi një ajet ku Allahu azza wa jall thot: lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ata të cilët kanë bë mirë do ta kenë shpërblim xhenetin Allahut azza wa jall. Wa ziyada, edhe më shumë. Ajo më shumë cila është, do ta shohin Allahun azza wa jall. Andaj jeta në të cilën nuk ka pikëllim, jeta në të cilën nuk ka dhimbje, jeta në të cilën nuk ka sprova, jeta në të cilën nuk ka vdekje, është jeta në xhenetin e Allahut azza wa jall. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që do të hyjnë në xhenetin e Allahut dhe do të thonë: elhamdulillah. Allahu të na bën prej atyre që do të përgëzohen me këto 4 përgëzime. Allahu të na bën prej atyre që do ta shijojnë lumturinë e vërtet në xhenetin e Allahut azza wa jall. Allahu mos të na bën prej të pikëlluarve në ahiret. Allahu mos të na bën prej atyre që do të përfundojnë në xhehenem. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që sytë tanë do ta shohin fytyrën e Allahut në xhennet. Lutim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tanë Allahu t'i shëron. Të burgosurit tanë të pafajshëm Allahu t'i liron. Të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në xhenetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.